Pas shitjes së Reinders që solli në arkat e Milanit rreth 55 milionë euro plus bonuset, drejtuesit kuqezi po punojnë intensivisht për përforcimet që do t'i dhurohen trajnerit Massimiliano Allegri. Një prej objektivave kryesor në mesfushë është Granit Xhaka, mesfushori me eksperiencë aktualisht e Bayer Leverkusen. Xhaka pëlqejet shumë nga drejtori sportiv iglitare dhe kontaktet me agjentët e tij janë në vazhdim e sipër prej disa ditësh. Sipas burimeve, ka një dakordsi paraprake nga ana e mesfushorit dhe në ditët në vijim pritet të nisin bisedimet me klubin gjerman. Në Milano shpresojnë që brenda 48 orëve të arrihet një marrëveshje për këtë transferim. Me këtë negociat mund të përfshihet dhe Malik Thiaw, një tjetër lojtar që pëlqejet shumë nga Bayer Leverkusen. Hapat e parë nga Xhaka janë konsideruar shumë pozitiv, duke qenë se ai ka qenë figura qendrore në mesfushën e Leverkusenit në drejtimin e Xabi Alonsos dhe tani duket gati për të bashkuar me Milanin, 7 herë kampion i Europës. Ndërkohë, përveç çështjes së Theo Hernandez, e cila mbetet pezull për momentin, Milani është aktive edhe në kërkimin e një sulmuesi të nivelit të lartë për të shoqëruar Santiago Jimenezin i ardhur në janar. Pista për Dusan Vlahovic duket e komplikuar pasi trajneri Tudor dëshiron ta mbajë atë, ndërsa Matteo Retegui i Atalantës vlerësohet mbi 50 milionë euro dhe për momentin është i paarritshëm. Por në këtë merkato mund të ketë një surprizë. Darwin Núñez, sulmuesi uruguayan i Liverpoolit që është në prag të largimit nga të kuqt. Për Núñez ka kohë që interesohet edhe Napoli dhe tashmë kanë nisur bisedimet me agjentët e tij.